Menopauza është një proces natyral në jetën e çdo gruaje, por shpesh shoqërohet me shqetësime fizike dhe emocionale. Mjeku ginekolog Namik Kameri na shpjegon rreth kësaj faze delikate. Menopauza është një periudhë kalimit nga një gjene riprodhimit e gruas te një gjene jo prodhuese. Zakonisht në mes moshave 48-55 vjeçe. Nga ngushtimi dhe zgjerimi i enëve të gjakut që në këtë periudhë ka fenomene të tilla si njëjën e nxehtësisë, ka një skuqje të fytyrës, të qafës, mund të ketë pagjumësi, ka dhe nervozizëm. Si ndikon menopauza në shëndetin e kockave dhe të zemrës? Zakonisht fillojnë problemet e osteoporozës. Do të thotë është një humje e masës kockore. Ka luhatje të tensionit, mund të ketë edhe rrahje të shpeshta të zemrës. A është e nevojshme terapia hormonale dhe kur rekomandohet? Trajtimi është medikamentos, pra hormonal, edhe simptomatik. Duhet me kanë shumë të kujdesshëm, sepse nga njëherë ka kundërindikacionet e veta, nuk duhet të përdorë. Sidomos problemet që kanë me trombozën, me tromboflebitet. Cilat janë mënyrat më të mira për të lehtësuar simptomat? Ka dhe mjekime që janë thjesht bimore, që qetësojnë të shenjat e jo djersitjen, jo pagjumësinë dhe këto. Pra duhet me kanë shumë i kujdesshëm edhe në trajtimin e këtyre. Me kujdes mjekësor dhe mbështetje, kjo fazë e jetës mund të përjetohet në mënyrë të shëndetshme dhe të qetë.